Shkodra elektronike, zëri që përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision këtë vit, ka disa ditë që janë duke qëndruar në Kosovë, e ajo sot takoi kryetarin e Prishtinës Përparim Rama, i cili e nderoi me mirënjohjen Hynesha në Fron, simbol krenarie për artin, kulturën e forcën e gruas shqiptare. Sigurisht që kjo vizitë nuk do të ndalet me kaq. Shkodra elektronike pritet që sonte të hap zyrtarisht edicionin e 13 të festivalit tashmë të përvetshëm Fem Art. Festival ky që ngre zërin për barazi, drejtësi e art të guximshëm. Përshëndetje të nderuara media, përshëndetje qytetarë të kryeqytetit. Sot jam këtu me artistët e mirënjohur, me Shkodrën elektronike, më të mirët e drojeve shqiptare që na kanë nalësu vendin, na kanë nalësu shqiptarinë me performancën e tyre fenomenale në Eurovision. E tash që po vazhdojmë edhe me kriju një brand të ri, një brand autokton me thirr, një brand që ndërlidh të vjetrën me të ren. Faleminderit për ftesën, është më e mirë për ne me kanë këtë ditë kaq të veçantë për Prishtinën e për Kosovën në këtë festival kaq të rëndësishëm që është Fem Arti. Faleminderit për zonës që kena filluar me organizu me shumë dashni. Jena në ta përmejmë rapa, është të vazhdu, në rapa dhe në mu, me që në mëritë sande një situatë optimale si për ne, por është të vdikën të vinë. Po, është mere madhe me kënë këtu me ju sot, për fesin të uj, edhe shala sonde du të festojnë bashkë, të jam e që hovë. Deshme edhe me u farmes për qëmimin e Hynesha në Fron që në qyteti është me shumë më për ne. E keni meritu këtë Hynesha në Fron është tonë me dashni, e kryeqytetit me dashni për artistët që na japin aq shumë dashni për vendin tonë, për kulturën e traditën tonë. Prandaj këtë është merituar. Faleminderit shumë. E sonte prej orës 20, për herë të parë pas skenës e Eurovisionit, Shkodra elektronike vjen ta djeg Prishtinën me tingujt zë e shpirt që nuk harrohen.